Punimet për rehabilitimin e aksit Rrogor-Shirok-Zogaj pikë kalimi kufitar me malin e Zi ka hyrë në fazën përmbyllëse, duke sjellë një ndryshim të rëndësishëm në lidhjen rrogore me zonës së Shkodrës dhe rajonit të Krajës në mal të Zi. Segmenti me gjatësi rreth 6.5 kilometra është tashmë i asfaltuar, ndërsa në përfundim janë edhe punimet për kursinë dedikuar për këmbësorët dhe ciklistët. Sipas të dhënave të fundit nga kantieri, rreth 90% e kësaj kursie është shtruar me asfalt, ndërsa paralelisht po punohet për vendosjen e parmakëve mbrojtës përgjatë rrugës. Kursia për bicikleta dhe këmbësor përbën një nga elementet më të rëndësishme të projektit, pasi aksi kalon në një zonë me potencial të lartë turistik përgjatë liçenit të Shkodrës. Investimi synon të rrisë sigurinë e lëvizjes, por edhe ta bëjë këtë pjesë të territorit më tërheqëse për vizitorët që udhtojnë me bicikleta, në këmbë apo me automjete. Rruga Shirok-Zogaj është konceptuar si një lidhje re strategjike që afron Shkodrën me kufirin e malit Zi. Projekti përfshin zgjerimin e rrugës ekzistuese pranë liçenit dhe ndërtimin e një bypassi në zonën e Zogajve, me synim për të përmirësuar ndjeshëm qarkullimin dhe për të shmangur kalimin e trafikut në pjesët më të ngushta të fshatit. Autoritetet shqiptare kanë deklaruar se investimi ka një vlerë prej rreth 4.7 milion eurosh. Por rëndësia e këtij aksi shkon përtej kufirit shqiptar. Rruga lidhet drejt për drejt me zonën e Skjes në mal të Zi, duke krijuar potencialin për një korridor të ri turistik me Shkodrës dhe Krajës. Në anën malazeze, investimet në infrastrukturën lidhëse kanë avancuar më herët, ndërsa përmirësimi i pjesës shqiptare plotson një hallë të rëndësishme të këtij korridori. Në qershor të këtij viti janë ndërmarrë gjithashtu hapa konkret për funksionalizimin e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Zogaj-Skje. Përfaqësues të administratës doganore, policive kufitare dhe institucioneve të infrastrukturës të dyja vendeve kanë diskutuar lokacionin e pikës doganore dhe elementet teknike për vënien e saj në funksionim. Pika është parashikuar të funksionojë me modelin One Stop, ku kontrollet kryhen në një ndalisë të përbashkët, duke bërë kalimin më të shpejtë dhe më efikas. Hapja e kësaj pike do të ketë rëndësi të veçantë për malin e Zi, veçanërisht për zonën e Krajës dhe komunën e Tivarit, pasi krijon një dalje më të drejt Shkodrës dhe tregut shqiptar. Projekti pritet të ndikojë në rritjen e lëvizjes së turistëve, zhvillimin e bizneseve lokale dhe forcimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve. Qeveria malazeze ka lidhur prej vitesh hapjen e këtij vendkalimi me valorizimin ekonomik dhe turistik të rajonit liçenit Shkodrës dhe me mundësi të reja. Ideja për pikën kufitare Skje-Zogaj nuk është e re. Marrëveshja për hapjen e një pike të përbashkët kufitare u nënshkrua që nga viti 2018 dhe parashikonte trafik ndërkombëtar rrugor dhe të udhëtarëve me vendolljen e pikës në territorin e malit të Zi në Skje, në aksin Skje-Zogaj. Tashmë me afrimin e përfundimit të rrugës Shirok-Zogaj dhe përgatitjet për pikën kufitare, lidhja mes Shkodrës dhe malit të Zi po merr një dimension të ri. Për Krajën kjo nënkupton mundësime të mëdha për turizmin, tregtinë dhe lëvizjen, ndërsa për malin e Zi krijohet një tjetër korridor potencial drejt një prej qyteteve më të rëndësishme të veriut të Shqipërisë.